Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare ka marrë një vendim të rëndësishëm për uljen e tarifave me shumicën e telefonisë fikse, duke vendosur një ulje prej 57% të këtyre tarifave. Ky vendim është pjesë e një plani gradual për të realizuar një rregullim të tregut të telefonisë fikse në Shqipëri. Do të hyjë në fuqi në periudhën midis 1 marsit 2026 dhe 1 marsit 2027. Detajet e uljes së tarifave sipas vendimit të AKEP, tarifa e terminimit të thirrjeve në rrjetet fikse, që është çmimi që operatorët e telefonisë paguajnë për lidhjen e thirrjeve që vijnë nga rrjetet e tjera, do të ulet në mënyrë graduale. Tarifa aktuale prej 0.7 lekësh për minutë do të reduktohet në 0.3 lekë nga 1 marsi 2026, në 0.15 lekë nga 1 shtatori 2026 dhe do arrijë nivelin përfundimtar prej 0.07 lekësh për minutë në 1 mars 2027. Ky është një hap i rëndësishëm për të patur një treg më të hapur dhe konkurrues në Shqipëri. Përfitimet për konsumatorët e tregut nga AKEP thekson se tarifa aktuale e telefonisë fikse janë më të larta se mesatarja 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Ky vendim synon të ulë koston për operatorët si dhe të nxjisë konkurrencën në treg, e cila përpasoj do të ndikojë në uljen e çmimeve dhe përmirësimin e shërbimeve për konsumatorët. Ulja e tarifave do të ndihmojë gjithashtu në krijimin e kushteve për tarifa të ulta për përdoruesit fundor, që janë qytetarë që përdorin telefoni fikse për nevoja të ndryshme komunikimi. Përfshirja e të gjithë operatorëve të telefonisë fikse, ky vendim është i zbatueshëm për të gjithë operatorët aktiv të telefonisë fikse në vendin tonë. AKEP ka marrë parasysh konkurrencën dhe balancimin e interesave të konsumatorëve dhe operatorëve, duke mundësuar që ky vendim të ndikojë në mënyrë të barabartë për të gjithë aktorët e tregut. Tregu i telefonisë fikse në Shqipëri, sipas të dhënave të publikuara nga AKEP, në fund të vitit të kaluar, Shqipëria kishte 165.380 pajtimtar të telefonisë fikse, me një rënje vjetore prej 4.5%. Ky trend i uljes së numrit të përdoruesve të telefonisë fikse është në përputhje me zhvillimet globale. Ka shumë individ që kalojnë në teknologji më moderne, si telefonia mobile dhe shërbimet e komunikimit në internet. Megjithatë, telefonia fikse mbetet një element i rëndësishëm i infrastrukturës së komunikimit dhe ky vendim synon të bëjë atë më të aksesueshëm dhe konkurrues për përdoruesit shqiptar.